Dhe kjo sfidë mbetet prapë për ty Albatros. Nëse e gjen atë që më vure në gojë, unë nuk dal më në televizor, po dhe ti s'duhet dalësh. Mirë, unë tregova një gjë, thash mua më vjen keq për gjë, ti s'tregova, s'tha më vjen keq që më them më mbyllë gojën. O Lutfi, se s'flitet ajo fjalë, kupto. Se domethënë të kret jemi tension. Kret jo ishte e para. Edhe kret tension, dhe s'mas kthehemi në atë temë burrë dhe kaç është ajo, kaç është ajo si gjë. Është shumë e thjeshtë. Edhe kam edhe me ty Andrea, se është mënyrë të përsëritur që më vendosin njerëz të ftuar. Ishit këtu i prezencë Dervishit dhe sigurisht ju mund ta kundërshtoni vetë. Ti je drejtuesi i emisionit. Patjetër. Ti di qëndrimet e mia. Ti di deklaratat e mia. Jo, po ju jeni prezent këtu, unë jam avokati juaj, unë jam drejtuesi i emisionit, ju jap fjalën që ju ta kundërshtoni vetë. Ke përgjegjësinë të thuash që kjo s'është e vërtetë, këtë s'e ka thënë filani, pse duhet ta kalojmë në këtë situatë? Ju jeni vetë personalisht këtu. Sepse i kërkon moderatorit. Po. Që në 10 emisione dalje të mbaj mend se çka ka thonë secili prej nesh. Jo, janë qëndrime për çështje specifike që janë diskutuar me 10 herë. Do të merrem edhe me i lutem se mbase do shtohet edhe një pankart për mua në protestë. Ngel në klasë në çdo gjë. Ti ke mbrojt këtë qendrim. Që kjo qeveri ngel në klasë në çdo gjë, përfshi edhe për këtë gjë. Kush e ka thënë? Parafrazoj më burr. Dhe parafrazimet se je do të parafrazimet sa nuk e ke ide se të nxjerr komplet nga kuptimi. Unë do të pranoj të thojë, ke thënë këtë, hap thonjza, mbyll thonjza. Do të thonë si e komenton sot. Po jo si e mendon ti se e kam thënë unë. Se unë mund të them ty që ti ke dalë në çdo studi për të mbrojtur korruptuarin, po nuk e them dot të. Megjithëse e mendoj. Ka problem se nëse ti mendon që ata dikush ai korrupt. Për shembull, nëse ti mendon një gjë, unë mendoj ndryshe. Ti mendon që Belinda Oshtriku mendon që Ozoi shumë e mirë. Ç'a halli ke marrë punë burr. Ti mendon që Belinda Oshtrik, fajtore kujdestare, unë mendoj që është një zoj shumë e mirë. Është një zoj shumë e mirë. Edhe organizoi një tubim shumë interesant atje në Apolloni. Ka shumë e thjeshtë. Në zonat të mbrojtura. Në zonë. Ta kem partie. Temë diskutuar, legjitime. Lutem ti kthemi diskutime se e bëm edhe autokritikën. Kjo që tha zoti Shalci, përshkroi me revolt një skenë ku njerëz civil që s'kan asnjë punë aty, që janë as pjesë e kompanisë private, tërheqin zvarr një protestues. Si njerëz civil ishin pjesë e kompanisë private? Jo, s'janë. Nuk janë. Janë 2 kompani private dhe ka njerëz aty që janë as asaj kompanisë private që s'kishte pashetimeve të moshën policisë. Po. Dhe kanë fuqi mbi policë. Çfarë ndodh? Gënjen policia. Drejtori. Del lajmi nëpër media. Reagimesh menjëhershëm dhe rrufe, do të thënë kërkohet ndjesa. Policia bën një deklaratë thotë i kontrollum këta kishin të drejtë për gardhin se e vërtetuan pronën, kush ka probleme pronën të shkojnë gjykat, të nesër gardi zhduket. Sepse u kuptua që ajo nuk ishte thjesht revolta për këtë ngjarje, po ishte flaka që i vuri, si thosh, stivës së druve të thata që ishin përgatitur prej kohësh. Dhe ky, të them, është leximi im personal që i kam bërë. Dhe si ndodh në një vend, në pranitë oficerëve të policisë, të drejtuesve të policisë, të dalin persona civil, të tërheqin, edhe policia të shkojë edhe të në çfarë vend jetojmë. Pra, kjo është reagoi policia. Duke gënjur, reagoi drejtoria e policisë. Reagoi duke gënjur. Më shumë. Si ore ke pas skenën aty. Po kërkojnë ndjes policia, në vende të tjera si merret më punë. Këtu s'po kërkojnë ndjes. Policia present. Kjo i ka dolën deputetë shumicës e denoncojnë. Fuqia e policisë për të ajo ka të drejtë aty për të reaguar drejtori përgjithshëm. Vetëm një sekond. Natyrisht që jemi revoltuar, por nuk jemi habitur. Dhe do të them pse. Sepse kur thua ku ndodh kjo, po të them rastin e policisë në Amerikë me atë që mbyti. Dakord? Që u ngrit tër bota. Që u ngrit gjithë bota. Por jo, një sekond tani, e di çfarë meraku kam merakun, që disa ngjarje në Shqipëri interpretohen sikur ndodh më gjë në vend të botës, ku ndodh kjo, çfarë ndodh kjo. Edi po ju shikoni shumë filma edi. Kuptohet nga mënyra si reagoi. Shikoni shumë filma. U shkarkua drejtori i policisë, dakord? U revokuan licencat, u arrestuan.
Po tani Je nuk ka rëndësi. nuk kanë Do gjejmë gjithmonë shembuj negativ zoti. Po nuk po them gjë shtetit, janë gjëra që ndodhin më. Për çdo gjë që ndodh gjejmë shembull negativ që ndodh edhe në Gjermani. Shumë që kanë ndodhur në Itali. Shumë, po jo pra, sepse se të pikturuarit e gjës. Sfida ime është kjo. Sikur ndodhin gjërat në Shqipëri dhe nuk ndodhin në asnjë vend tjetër. Po pra, po ta them. Gjë një rast të ngjashëm pra që civili në sy të policisë të heqë tjetrin zvarr. Gjë një rast të ngjashëm. Civili, ha? Civili pra, njerëz civil, shkojnë dhe të heqin tjetrin zvarr në sy të policisë. E do mbot. Policia s'vepron. Do mbot. Histori mere, jo mbot, jo një histori mere. Po shumë kolla, ja ta marrun atë sepse ta marr tash se kemi një instrument që jep përgjigje, kemi një instrument. Që kjo AI tani, kemi një instrument që të jep me kështu me saktësi. Ku e do në Europë, e do në botë, apo. Tani, një sekundë. Të dalim pak protesta nisi për Zvërnecin. Ndërkohë që dukshëm tani është kanalizuar për një sër çështje tjetër. Tani, e para që duhet të ndajmë pjesën e Zvërnecit. Dakord? Sot të marrë kush me Zvërnecin, no? Jo, po dëgjoj. Po merremi nëse di cili është Meraku. Kanë detyrim valla? Kanë gjithë oligarkët. Meraku është që në historinë e këtyre viteve të ashtu quajturit tranzicion. Po tani në det që nuk kanë qenë pranarë të vërtet. Ta përfundoj Shalci. Jo ndjes, dakor. Je vetëm një argument vetëm që edhe se ti e njeh ekonominë mirë. Edhe a mundej si variant, a mundej që qeveria të ngrejtë një grup puna e agjensit lisbatuese që ka, për të verifikuar çështjet e pronësisë tokët, konfliktet që ka dhe veprimin apo mos veprimin e institucioneve lokale në rastin konkret. E para punës që qeveria e ka bërë këtë dhe ka disa masa ka nxitur se vendimet e gjyqësorit nuk mund të sprapsi qeveria. Qeveria ajo që mund të bëjë është që nëse ka një indicje, t'ia vënë në dispozicion organit kompetent, i cili si rasti konkret e mbështetëm, spaku ka marrë dokumentacionin dhe tani do verifikoj nëse pronësia e kthyer është bërë konform ligjit apo nuk është bërë konform ligjit. Në varësi 2009. Gjithçka para 2009. Tani nuk kam arsye. Sot kishëm parlament. Unë kryetari i grupit i tha xhaxha yt ka marrë tokë palishme. Po tani ta thua është në parlament, ai është kryetar grupi, ai ka gjithë mekanizmat për ta verifikuar. Në parlament kemi dëgjuar shumë gjëra. Tani, projekti do ta amnistohen. Për çfarë jam i shqetësuar? Tani, projekti është i përmasave të jashtëzakonshme. Kur ministri thotë s'ka projekt. Po. Projekt idea. Projekt idea. Koncept idea. Po ku t'ja kanë thënë ata këtë? Ne patëm një rast. Ku t'ja kanë thënë ata këtë projekt idea? Është flagrant largimin e investitorit kanades mbas një viti e gjysmë në Shqipëri tek e di kemi mësuar atë, po ku t'ja kanë thënë këtë projekt idea? Po cili është leksioni? Ku t'ja kanë thënë këtë projekt idea? Sepse është shumë e rëndësishme nëse nuk mësojmë nga gabimet e skaluara.